ekziston një kushtetut që mbron hajdutin dhe mbron kriminalin e veshur me pushtet. S'ka pushtet për hajdutin dhe për kriminalin. Për hajdutin dhe kriminalin ka vetëm drejtësi para hekurave, para prokurorit, para gjykatës, të dalë atje të shpjegohet. Që janë këto në nxorën tani pezullohet gjysmë e qeverisë. Nuk e pezullon njeri gjysmën e qeverisë. Dhe s'ka arsye ta pezulloj deri tani. Ajo qeveri duhet rrëzuar e tëra. Por tani jemi në kushtet që kemi kapur një person që ka vjedhur dhe ka grabitur prorat e shqiptarëve. Nuk do rrim vetëm aty. Avokat, kemi një rast, lutem, kemi rast flagrant, rast shumë shpërthys në rjoll të Shkodrës, në Lipoj ku janë ata. Dje dhe pas dje, shkon policia e shtetit, dhe dërgon aq më tepër, dërgon policin. I drejtojnë prap i lirë prodës. I lirë. Si rimëndjes, jam miku yt, jam patrioti yt. Si rimëndjes, mos u bën shkak ti që të përplasen njerëzit dhe përgjegjësia do vetet mbi ty, po ta them prap dhe një herë tjetër. Largo policinë andej dhe atje problemin që kanë ata zotërinj pronarët e tokave atje të vend ta zgjidhin, ose si e ka ky që kërkon të marrë tokën atyre. Avokat, të lutem edhe diçka përpara se të kalojmë tek kjo, tek çështja e Ballukut. Si do vazhdohet tani, avokat, sepse syt janë gjithë aty, ç'a do bëj kryeministri? Do ta shkarkoj tani pasi pezullimi u rikthye? Do t'i heq imunitetin, pra do jap autorizimin SPAK-ut që të vazhdojë me procedurat e tjera? Apo ç'a do bëj tani? Ai atë duhet të bëj dhe do ta bëj me një këmbë duke hedhur valle. Sikur të çmendet fare nga nervat, që ka dalë nga normat fare së gjikundi, dhe kaq sa del në publik dhe funksionon vetëm në efektin e kokainës, se ndoshta ai merr fund. Ajo do shkoj para drejtësisë dhe do jap llogari. Kjo ka marrë fund, ka marrë formën e prerë. Problemi është në çfarë mase do shkoj, sepse ajo para drejtësisë është, sepse ata do shkoj është e pandehur, do shkoj si e pandehur në para tokës e gjyqtarëve. Pra në gjendje të lirë. Se dim se si do shkoj. Do shkoj të jap llogari. Do shkoj të vihet përpara fakteve dhe përpara provave. Dhe gjykata do marrë vendimet që duhen. Mund të shkoj të gjykohet në gjendje të lirë, mund të shkoj dhe me hekura në duar. Nuk është e udhëse dhe nuk është e këndshme. Ju parashikoni që do kemi ndryshime në qeveri tani? Po patjetër do kemi ndryshime në qeveri. Ajo në qeveri nuk merr pjesë më, harroje. Ta harrojnë shqiptarët. Ajo më pjesë e qeverisë nuk do të jetë. Avokat, në parlament nuk mund të jenë gjithë unison që të votojnë gjithë pro kërkesës SPAK-ut. Votimi i fshet, ndoshta ka nga ata që mund të votojnë dhe kundër. Mund ta quajnë motivuar politikisht. Ka dhe nga ata që u ka ardhur shpejtin majtë hundës nga Edi Rama, sepse po i leros, po i njollos që të gjithë me lerën e ti, me pislëqet e tia. Pra, ai të gjithë deputetët e ti, të partisë ti, i ka njollosur me fekale, shqip. Dhe ata duhet të largohen nga ai. Po ka burra dhe gra me integritet atje që pak besoj se ka, po ka. Të dalën dhe që thonë, zotëria, deri këtu. Më tutje nuk shkojmë më, nuk merrem me ty, ne të mbajmë ty në pushtet që të shpëtosh ti të njollosemi neve, jo zotëri. Prandaj ata duhet të rresin mendjes ai. Po përfundimisht po të them këtë, Belinda Balluku do gjykohet dhe do dënohet. Këtë e di. Avokat, ju po flisim me siguri, por në këto 3 muaj të paktën, 2 muaj që kërkesa e SPAK-ut që po bëhen, por edhe përpara që kishte pritshmëri, edhe ajo nuk besoj që ka ndeu duar kryq, avokat. Ka bërë ajo planet, skenaret e vet, si mundet ta kapërcej këtë. Pra mund ta ketë ajo në jashtën në mëng, në reagim, apo jo? Absolutisht jo. Asnjë në mëng nuk ka ajo. Ju thoni që është dorëzuar pa kushte dhe do pranoj fatin që do i vinë, pas më duket kështu. Është absolutisht e fajtore dhe ajo, unë them absolutisht fajtore me këto që kemi, se vendimin e fundit e jep drejtësia, gjykata.
por ajo duhet vej të paraqitet para gjykatës. Pse trëmbet ajo të vej në gjykatë, çfarë ka? Jo, Pse e mbron? Të lutem. Do bëjmë ca pyetje tani, pyetje retorike që do t'i përgjigjemi vetë. Edi Rama po të rritë si në për ka në shkop me qëllim që ta shpëtoj atë nga përgjegjësia. Do më thënë ta mbajnë pushtetin dhe të vazhdoj të vjedhë. Edi Rama trëmbet nga Belinda Balluku. Ajo është ashkura jo. Pra edhe për Tahirin, edhe për Ahmetajn, edhe për Veliajn. Po ata nuk e kishin në dorë si që ka kjo Edi Ramën. Se Edi Rama nuk do t'i marrëm asnjë gjë për bazë, do marrëm vetëm një fakt. Iku dhe vajtin në Turqi me zonjën Balluku dhe me një dorë fshiu 50 milion euro nga arkeshtetit. Këtë gjë e din të gjithë, e din dhe unë e ti, e di gjykata, e di Spaku, e di prokuroria, e din të tërë. Si thua ti? Po nuk e di gjykata e Astelit, se s'kemi ne vendim formës prerë për këtë. Po do vemi në gjykatë në Shkallëspar njerëz me të përgjigjet ajo për gjithçka që është akuzuar. Pastaj po doj të apeloj atë vendimin e gjykatës Shkallëspar, po do vej se s'bën atë të gjykata kundër krimit, korrupsionit, dhe korrupsionit dhe të krimit organizuar dhe korrupsionit. Pra, ajo do vej se s'bën, nuk ka nga e mban. Edhe Edi Rama sado që të përpiqet nuk e shpëton dot atë, sepse nuk shpëton dot veten. Por unë ka besim absolut që zonja Balluku do ta shes, jo do ta shes, po do ta denoncoj pislëkun që ka bërë me Edi Ramën, duke lehtësuar njëkohësisht edhe veten e saj para opinionit. Se në fundit do themi të tërë, ai që kryeministri e detyroi e bëri që nuk ka vend të detyrojë, se po që se të detyron titullari për të bërë hedhur një firmë apo për të bërë një veprim, një aferë të kundërligjshme, ke gjë më të lehtë në dorë, t'japësh dorë heqjen edhe mirupafshim.